Kur u morë vesh për kthimin e Skënderbeut në Krujë, u mblodhën shpejt pjesa më e madhe e krerëve më bujar, sidomos të afërmit e tij, me një fuqi ushtarake të pashoqe. Ndërmjet të tjerëve ishin Muzaka e Angjelinës, siç e quante populli, nip nga e motra Angjelinë, të dy vëllezërit Goik dhe Gjergj, të bijët të Stresit e të Sëmort të Rësjell, Gjin Muzaka, i shoqi i Vjalkës, i ati Gjoni para se të ndahej nga jeta. I kishte martuar gjithë të bijat me princër e bujar të ndryshëm të vendit, me përjashtim të Mamicës, e cila pas rifitimit të mbretërisë nga Skënderbeu dhe vendosjes së qetësisë në vend, u marrëdhëtua me Muzaktopia. Mbledhjes nuk i mungon përgëzimit bashkë me një pjesë ushtarësh e të hollash, edhe nga Stefan Çernoviçi, i cili kishte grua Marën, nga e cila pati edhe fëmijë. Përveç këtyre ishin mbledhur po mblidheshin çdo orë një mizëri populli, saqë ka përcente një numër prej 12.000 njerëzish të armatosur. Skënderbeu, fort krenar për këtë simpati nga të tijët, në kohën kur të gjithë i kishte radhitur për luftë dhe ishte gati për të nisur, thuhet se duke u këshilluar për mënyrën se si duhej vepruar dhe duke nxitur ushtarët, mbajti këto fjalë para se të jepte urdhrin e nisjes. Asgjë të re, as të papritur nuk shoh këtu. Kapetan dhe ushtar kryetrima, që të mos më ndjente më parë zëmra dhe të mos më mbushte me shpresë, sa herë që unë sillnja ndërmend tërë mallin, edhe bujarinë e lashtë të popullit, edhe shërbimet e veçanta dhe zyrtarët tuaja ndaj babait tim Gjonit. Dhe me të vërtetë, mos ma merrni për mburje, por unë s'kam dyshuar kurrë në asnjë çast të jetës time, se kur ruajnja në zemër këtë qëllim, këtë dashuri për atë dhe, kur ushqeja këto ndjenja për liri, këto dëshira të mia që s'më ndaheshin, ishin edhe tuajat. Kur ju më ftoni shpesh, në kohën që isha pranë sultanit, me tërë dashurinë dhe gatishmërinë tuaj për këtë vepër, gjë që unë tani e kuptoj me kënaqësi dhe e them me mburje, ju shkonte ndoshta në mend se e kisha haruar atë dëm, se kisha haruar nderin tim dhe lirinë. Me që ju ktheja prap në shtëpi fort të pikëlluar, pas një shpresë të sigurt, pas një shenjë të qartë të qëllimit tim, po s'ka dyshim, qytetar, se me atë heshtjen time, me atë përulësitë e shtimet të shpirtit tim, unë mendoja për vete dhe për ju, sepse punët ishin të atilla, që duheshin bërë më tepër se sa thënë, kurse ju kishin nevojë më fort për fresë se sa për nxitje. Po e them se unë u afsheja planet e mia, se s'ju thosha asnjë fjalë gjatë gjithë kësaj kohe për dëshirat e mia, jo sepse dyshoja në besnikërinë tuaj, apo s'ju a dija mirë shpirtin, po sa ju vetë mi shfaqet të parë qëllimet tuaja në ato kohë aq të rrezikshme, por sepse më mbante frika që të mos shtinte bishtin e dektarëve dhe papërmbajtshmëria e njerëzve e cila lëshohet me ngut në çdo punë dhe kur është rasti për liri, rëmbehet e s'bëhet dot zap. Nuk peshon asgjë, nuk i avar asnjë rregulli. Dhe sikur ti paraqitet rasti më i vogël, jo vetëm për ta fituar, po edhe për ta provuar lirinë, atëherë s'mund ta largoj atë nga qëllimi. Asnjë mishpata, siç i thon një fjalë. Asnjë rreziqe, as vdekja e sigurt, dhe as rreziku i padyshimit i të mirave dhe jetës. Por kur në një punë të tillë të nisur kot, përpjekjet dalin pa gjë, atëherë mbetet vetë se vdekja më mizore apo skllavëria edhe më keq. Dhe çdo shpresë për të nesërmen fluturon, e rasti që të shket një herë nga duart s'kthehet më kur prapa. Kjo punë niset një herë e mirë e në mos vakt mbar, mundësia zhduket për gjithmonë. Prandaj unë po ju them sheshit, nuk i shikoja as veten time si një pjesëtar të sigurt në këtë plan. Kisha frikë se mos gjua, që si duroj para një pune kaq të madhe, se mos muret e shtëpisë më tradhtonin, por dëshmitar ka Mamzajin, nipin që u bë pjesë për krahas i kryesori i planit dhe shoku i mundit. Si dhe disa të tjerë, fare të pakt, me ndihmën besnike dhe të papritur të cilëve jemi duke kryer këtë punë. E sado që neve na qelloi të jetonin bashkë, që ushqeshim, dhe sidomos të kishim një shpirt e një zemër, me gjithë këtë asnjë nga ata s'më mori vesh që unë se kisha haruar atë dëm. Veç që në luftën hungareze, asnjë s'ma dëgjoi zërin, të flisja si njëri i krishtere i lirë, veç se atere, kur e pata mundësin, pa frikë ndëshkimi. Ju shqiptarët mund të gjeni një ty të mbrojtës të lirisë,
një tjetër përkrahas të qëllimeve dhe të aspiratave tuaja, sepse në këtë vend s'ka munguar mendja e ndritur. Por juve ju pëlqeu, me gjithë këtë se ndoshta kështu e deshin Perëndin, që këtë liri ta pristin më mirë nga unë, qoftë edhe vonë, sesa nga të tjerë, apo ta fitonit vetë me dorën tuaj. Ju si burra aq të fortë, të rritur në liri, që qëndruat kaq kohë në nxyrën barbare, nuk u mërzitët derisa të më shihnit. Por përse doni që unë ta mbaj për vete dhe të padrejt emrin e çlirimtarit? Lirin nuk e solla unë, por e gjeta unë këtu, sapo më shkeli këmba truallin tuaj, sapo dëgjuat emrin tin, mu derdhet me vrap të gjithë, më dolët përpara kush e kush më para. Sikur të kishit dëgjuar se u ngritën nga varet e etrit, vëllezërit bijit tuaj. Sikur të kishin zbritur këtu gjithë Perëndit. Ju më lat prapa, ju më lidhën me një herë duart, ju më mbytën me shërbime aq të mëdha dhe me një gaz shpirtëror aq të madh, saqë duket se ju më keni bërë tani aq rob, sa edhe të lirë. Mbretërinë dhe këtë qytet nuk ja dha unë, po ju ma dorëzuat mua. Arma nuk ju asolla unë, po ju gjetat armatosur. Lirinë e pash se e kini kudo, në krahëror, në ballë, në shpata e në ushtat, si dhe kujdestarat që pashoq të lënë nga babai im e vut përsëri në vend. Me kujdes e besnikëri të pandryshuar, skeptrin që më ruaj të gjerë në këtë ditë dhe më bët përsëri me mundin e punën tuaj të papërtruar, Zot të mbretërisë, së të parëve të mi, pa derdhur gjak. Përpara tani, për të shtënë në dorë me ndihmën e Perëndive dhe çka mbetet, pjesën më të madhe të punës e kemi mbaruar. Kruja është fituar, kraina e gjitha është jona. Libra dhe pastaj popullsitë e tjera janë bashkuar me ne dhe mendoj gjendja e tyre të vështirë duke parë se të gjithë janë të vetën muret e zhveshura, kam shpresa të mira. Po të marr parasysh vërtetësitë që paraqiten këto vende dhe trupat që janë vendosur brenda nga sultani, duke se do të jetë nevoja të përdorim ndonjë zgjuarësi apo këmbgulje shumë të madhe. Por këto do t'i gjykojmë më mirë kur të ndodhemi në vend e të kemi përpara armikun e kur të mbajmë shpatën në këtë të djathën tonë shkurbuese, sesa tani përse largu e në ty. Rënisemi pra, pa nguri, dhe kudo të tregojemi me guxim prej fitimtarësh. Fati do të na ndihmojë në përpjekjen tonë. Fati që gjerë më sot s'na është ndarë në çdo punë e na ka ecur për bukuri. Megjithatë, duhet t'ja nisim para së gjithash nga petrela, sepse kjo kështjell mbetet prapa të tjerave jo për nga vështirësia e pozitës apo nga mbrojtja natyrore, por sepse është më afër këtij qyteti. Unë besoj se ne duhet të gjejmë atje emrin dhe frikën e fatit të krujës, me të madhe sepse ata i pan me sy edhe trimërin tuaj edhe fatkeqësitë e veta. Këto do të mund t'u kallin natyrën një frikë ndoshta jo më të vogël, e në mos ua kallshin tamam këtë, atëherë do të veproj sigurisht këmbgulja jonë. Një gjë vetëm duhet të na ngulitet mirë në kokë dhe të mos na dalë asnjëherë nga mendja. Në mos u kushtoft ai qytet, e në mos qofshim të Zotët t'i plotësojmë dëshirat tona, atëherë s'kemi sepse të kthehemi prapë në shtëpi. Na duhet të provojmë çdo mjet, mundin, durimin, shpatën, ardhin dhe argjendin, e qëllim që fitores son t'ja fillojmë që gëndej. Nëse Perëndit do të duan që ne ta marrim qytetin me forcë, atëherë nuk duhet të ketë nga ana jonë për asnjë mëshirë. Kundërkohë fortëve, por t'i arrim fitores qoftë edhe në mënyrën më të pazakontë, me qëllim që t'u thyejmë guximin të tjerëve. Nëse do më jepet mundësia që ta shtijem atë në dorë, pa derdhur gjak, duke na dëzuar vetë vendasit, atëherë do të na duhet që të gjithëve të veprojmë urtësi të madhe, si publikisht ashtu edhe privatisht, me qëllim që të nxisim kështu edhe të tjerët për dorëzim.